ekonomia e Republikës së Shqipërisë. Kemi thënë që ekonomia ndahet në 3 sektorë, në sektorin e parë, të dytë, të tretë. Sektorin e parë bën pjesë ekonomia bujësore me bujësinë, blegtorinë, letarinë, peshkimin, pylltarinë dhe pemtarinë. Kurse te sektori i dytë kemi industrinë, me industrinë nxjerrëse dhe përpunuese, energjetikën dhe ndërtimtarinë. Në sektorin e tretë, me pjesë shërbimet, transporti, tregtia, turizmi, pra tretë mund të quajmë, dhe artizanati. Sektori i parë i ekonomisë është ekonomia bujësore. Peshën kryesore në ekonomi bujësore është bujësia, pra sektori i bujësisë. Sipas peshës që kanë sektorët në vendin tonë, janë në përqindje. Sektori i tretë, pra shërbimet, transporti, tregtia, turizmi, shërbimi shëndetësor, arsimor e tjerë, kanë zënë 63% të peshë që zënë në ekonominë totale. 23% sektori i parë, pra ekonomia bujësore, dhe 15% sektori i dytë, ekonomia industriale, energjetika dhe ndërtimtaria. Por, çfarë prodhon ekonomia shqiptare? Bujësia thamë zënë peshën kryesore në ekonomi bujësore. Atëherë, duke parë hartën dhe produktet kryesore, do shikojmë se çfarë mbyllet. Në pjesën veriore të vendit tonë, pra në zonën e Alpeve, në zonën e Barencurit, në Malsinë e Gashit, kemi arë, umbulla, gështenja. Në lukinën e Drinit kemi mbjelljen e foragjerave. Në lukinën e Drinitësi, arët, umbulla, gështenja, dardhët, foragjerave. Në Malsinë Popmirtit, arët, umbulla, gështenja. Në pegun e Matit, foragjerët. Në zonat kondrinore, Turqisë perëndimore, atje trollishte. Foragjerët në zonën e Elbasanit, Librashtit, Prenjesit, pra në Perëndsinë, lukinën e Lukin Shkumbini. Në gropat e fushgropat e rajonit juglindor, mollut, batatet, fasullet, qershit, foragjerët. Foragjerët theksojmë që janë bimë që konsumon blegtoria. Në zonën e Beratit dhe në Perëndsi, ullind, qershit, fit. Në zonën e Përmetit, të Kërcyrës, të Leskovikut, kemi vreshtat, qershit, pra kryesisht drurët, frutorë dhe vreshtat. Në zonën e Vlorës, ullind, fit. Në zonën bregdetare të detit Jon, ullind, agrumet, foragjerët. Lidhur me ekonominë bujësore, por degën e blegtorisë. Blegtoria zëvën në dytë, dhe ajo favorizohet nga relievi dhe kullotët, pra forma ndryshme të relievit dhe shumë kullotët. Çfarë rritet në tonë, që në gjendët, që janë lopët, bagtit e imta që janë delet dhe dhitë, terrat në zonën e Kurbinit, peshku në liqene dhe në bregdet, pra edhe në detin Adriatik dhe Jon, letaria që e kemi edhe si tradit nga Ilirët, ka prapin madhe në gjithë Shqipërinë. Pulat që nga komplekset e pularive, të cilët i gjejmë që nga Shkodra deri në Vlorë, në qytete të ndryshme, por edhe një peshë relativisht të mesatares dhe edhe pulat që rriten në brenda atyre oborreve shtëpiake të fshatarëve. Jenet e detit, dhitë, kuajt e të tjerë. Ekonomia pyjore, në cilën pjesë relievit kemi pyje në reliev ushor, kodrinor apo malor, pyjet dominojnë dhe gjejmë në relievin malor. Sektori i dytë i ekonomisë, industria nxjerrëse dhe përpunuese e mineraleve. Të kemi thënë tek mësimi i ndërtimit gjeologjik dhe pasurisë minerale të vendit tonë se ku nxjerrim qoftë kromin, bakrin e unikelin në vendin tonë. Dhe jo vetëm gazin natyror, naftën, bitumin e tjerë.
Energjetika përfaqësohet nga shkrirja e këtyre mineraleve. Pra energjetika, më falni, ndjes përfaqësohet nga prodhimi i energjisë elektrike në hidrocentralet kryesisht në tonë dhe në pak mundësi në ato fermat energjisë diellore. Industria lehtë dhe ushqimore dhe peshën kryesore në sektorin e dytë të industrial. Pse është përparësi më shumë, si edhe ka mundësi më të lehta shërbimin e vendit tonë për shkak se kërkon më pak shpenzime. Pas viteve 90, ekonomia industriale në vendit tonë thuajse filloi nga fillimi dhe kapitali ekonomik nuk ekzistonte, ishte shumë i pakët, kështu që u nis pak nga pak dhe industria lehtë ushqimore është ajo që kërkon më pak shpenzime. Ndërtim takia pat një boom pas viteve 90, kryesisht në vitet 2005, 2010, vazhdon ende dhe sot, për shkak të kërkesës lartë për banesë. Industria metalurgjike dhe mekanike, shkrirjen dhe prodhimin e pjesëve të ndryshme mekanike. Në Elbasan, por dhe në të tjera të vetë. Industria nxjerrëse dhe përpunëse mineraleve, gazi natyror, nafta, në Kuçovë, në Ballësh, në Marinës dhe në detin Jon. Qymërburi, atëherë kemi në Korçë, në Malijaj dhe në Tiranë. Bitumi në Selenis të Vlorës, kromi në Marcinë e Martaneshit, bakri në Marcinë Bukmirtiv, nikeli në rrjedhën e mesme sipër me shkumbimit dhe boksitet i kemi në Ajër. Energjetika, thamë, përfaqësohet nga hidrocentralet e mëdhenj, peshë kryesore dhe kaskada e lumit Drim me hidrocentralet kryesore si Fierza, Komani, Valdes dhe dy ashtat e vogla. Por një peshë relativisht jo të madhe se edhe prodhimi nga sektori privat, hidrocentrale private. Industria lehtë dhe ushqimore. Industria lehtë lidhet me fasonerin, që do thotë ardhja e lëndës së parë nga jashtë dhe përpunimi dhe kthimin e produkt përfunditar në vendin tonë. Pra, në këtë rast, në foto kemi industrinë fasone, ku kemi thënë në hartë, do thotë pak a shumë në qytetet e mëdha dhe qytetet kryesore në vendin tonë, kemi industrinë fasone. Ishte një industri e para në vendin tonë e cila mori gjyrë. Prodhimi vajt të ullirit, vajt të tjellit, miellit, pijeve alkolike, të ujit, qumshit e të tjerë, kemi shumë pikar në qytetet kryesore të vendit, të vajt ullirit e kemi përgjatë brevetit dhe zonave kodrinore që mbindet ullishtë. Ndërtimtaria me çmenton, fushkruje, Elbasan dhe Vlorë, me prodhimin e tullave në vende ndryshme të Shqipërisë, që nga Kruja dhe Elbasan, Milushja në Fieri, industria përpunimit dhe prodhimit të çimentos, industria metalurgjike mekanike, prodhimit të lëndëve për ndërtim. Lidhur me sektorin e tretë përsëri, sektori i tretë ka peshën kryesore në ekonominë shqiptare, thamë, turizmi i blu, i bardhë, i gjelbër dhe kulturor. Transporti përfaqësohet me të gjitha llojet e tij, por peshën kryesore është transporti rrugor. Shërbimet stabil dhe zgjerojnë potencialin e tyre, peshën kryesore është turizmi, tregtia brenda vendit, por edhe jashtë vendit. Vetësia gjeografike ndihmon shumë që Shqipëria të mund të tregtojë lirshëm me vendet fqinje, por jo vetëm. Artizanati me prodhimet artizanale, tu për shkakun kemi në foto pazarin e Krujës. Çfarë eksporton dhe importon Shqipëria? Krom eksporton, produkte fasonerie, bostan, prodhime teti, pije të ndryshme, fruta perime. Importon drithra, karburant, makineri, peshë, kafe, cigare e tjerë. Cilat deg duhet investuar, cilat deg do kenë prioritet në të aftë? Energjetika, turizmi, shërbimet dhe ekonomia bujqësore.